Islami ja ka pranuar gruas së drejtin me dalë. Ja ka pranuar, por ja ka rregulluar mënyrën e daljes. Të tjerët e kanë mbyll me shekuj, pastaj e hapën derën, tha del si dush. Atëherë del si dush, atëherë u bë kaos, u bë të merret dunja sa çfarë po ndodh. Ndaj Islami nuk i tha në shtëpi. Islami tha del nga shtëpia jote. Normalisht, por me rregullat e daljes. Kur duhet me dal, si duhet me dal, si duhet shfaqesh në rrugë, dhe kur takohem unë me gruan tjetër, apo si duhet të jetë ky parakalim, apo e ndaloj ngacmimin, e ndaloj shikimin, e ndaloj provokimin, e ndaloj llastimin e gruas, e ndaloj shumë gjëra, madje ndaloj që edhe parfymosja të jetë në mënyrë të kufizuar, që mos provokon me te, pastaj vëmendje. Apo pse ndaloj këtë? Nga se do të kalosh nga burri huaj, e ai nuk duhet, do ti ki me kalu ka haj, ti ki me qenë me te, mirë po kujdesi po dal. Andaj, do të thot, e u obligoj hijabin, e obligoj unishikim, këtë preventiva. Nuk i tha Islami gruas, dëgja, zinaja është problem, si dis në rrugë, dikon kime, jo, po ta shakën e bona. Nuk mundëm na për shkak të prirjeve e psharakët të ndokujt, ta privojmë gruan nga do në rrugë, jo. Po i tha Islami, ti ndërmeri masë të duhura që të ruhesh. Apo, në që se këto masë ndërmerë, do të minimizohet lakmia në masë të madhe. Do të minimizohet. I tha mbulohu, i tha mos u llasta, i tha kujdes nga ecja, kujdes nga aroma, kujdes nga këto gjitha, të dil. Shka, pa problem. I tha burrit, kujdes nga provokimi, kujdes nga ngacmimi, kujdes nga shikimi, kujdes nga këto gjëra, andaj ruhet ndeshmëria.